Ajo donte vetëm të punonte për të ndihmuar nënën e saj të sëmur. Por u poshtërua para të gjithëve sepse ishte vajza e shërbëtores. Atë që bëri patriarku më pas, askush nuk do ta harronte kurrë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Duart e Rozës i dridheshin paksa ndërsa rregullonte uniformën e pastër për të tretën herë atë mëngjes. Pasqyra e dhomës së vogël të stafit reflektonte një vajzë 17 vjeçare me sy të vendosur, por që nuk arrinin të fshinin plotësisht nervozizmin që e kishte kapluar. Ishte dita e saj e parë zyrtare si ndihmëse eventesh në vilën më luksoze të kryeqytetit dhe përgjegjësia i rëndonte mbi supe si një mantel i padukshëm. Jashtë dhomës, përgatitjet për pritjen bamirëse të pasdites kishin filluar tashmë. Zhurma e hapave të shpejt, pjatave që rregulloheshin dhe zërave që përshpëritnin udhëzime krijonte një simfoni të njohur që ajo e dinte që e vogël. Në fund të fundit, nëna e saj Ana punonte në atë shtëpi prej më shumë se 20 vjetësh, fillimisht si pastruese, më pas si guvernante e besuar e familjes Aliu. Roza mori frymë thellë, duke kujtuar fjalët e dashura që Ana i kishte thënë një natë më parë: "Vajza ime, ti ke lindur me diçka që paraja nuk e blen. Dinitet. Mos e harro kurrë këtë, pa marrë parasysh çfarë ndodh." Fjalët i kumbonin në mendje si një mantra mbrojtëse ndërsa ajo drejtohej për në sallën kryesore. Vila ishte vërtet spektakolare. E ndërtuar në fillim të shekullit të kaluar nga një baron kafeje, ajo ishte blerë nga familja Aliu në vitet 90, kur Viktor Aliu vendosi të themelonte bizneset e tij në kryeqytet. Lambadarët prej kristali vareshin madhërishëm nga tavani i zbukuruar, duke reflektuar dritën e pasdites që hynte përmes dritareve të mëdha prej xhami francez. Tapete persiane mbulonin dyshemen prej mermeri dhe piktura të mjeshtrave të pikturës kombëtare zbukuronin muret me nuanca të arta. Roza ishte rritur duke vrapuar nëpër korridoret anësore të kësaj shtëpie, gjithmonë e kujdesshme për të mos shqetësuar pronarët, gjithmonë e vetëdijshme për pozicionin e saj. Por tani, e veshur me uniformën zyrtare të ekipit të eventeve, ndihej ndryshe. Nuk ishte më vetëm vajza e shërbëtores që her pas here ndihmonte me detyra të thjeshta. Sot, ajo kishte një përgjegjësi reale, një punë të vërtetë që mund të ndryshonte rrjedhën e jetës së saj dhe të nënës së saj. Arsyeja e kësaj mundësie e emociononte ende. 2 javë më parë, një nga punonjësit e ekipit të eventeve kishte pësuar një aksident dhe do të duhej të qëndronte larg për disa muaj. Kompania e jashtme që organizonte pritjet e familjes Aliu ishte e dëshpëruar për një zëvendësuese, veçanërisht dikë që e njihte tashmë rutinën e shtëpisë. Ana, me diskrecionin e saj karakteristik, kishte sugjeruar Rozën, e cila vitet e fundit kishte ndihmuar jo zyrtarisht në evente të vogla familjare. Për Rozën, ajo mundësi përfaqësonte shumë më tepër se një punë të përkohshme. Ishte shansi për të fituar para të mjaftueshme për të ndihmuar me shpenzimet mjekësore të anës, e cila po përballej me probleme shëndetësore që kërkonin trajtime të shtrenjta. Ishte gjithashtu mundësia për të kursyer para për të rifilluar studimet. Ajo kishte braktisur shkollën e mesme një vit më parë për të punuar në punë të vogla nëpër qytet, gjithmonë me ëndrrën që një ditë të studionte infermierin. Ndërsa ecte nëpër korridore drejt sallës kryesore, Roza vëzhgonte detajet që gjithmonë e kishin magjepsur në vilë. Shkallët e lakuara prej mermeri, xhamat me ngjyra që krijonin modele vallëzuese në dysheme, statujat e importuara që dukeshin sikur ruanin sekrete të epokave të largëta. Gjithçka aty frymonte një elegancë të përjetshme që kontrastonte në mënyrë drastike me realitetin e thjeshtë të shtëpisë së saj në periferinë e kryeqytetit. Shefi i ekipit të eventeve, një burr elegant i quajtur Pjetër, e priti me një buzëqeshje profesionale. "Roza, apo jo? Nëna jote ka folur shumë mirë për ty sot, do të kemi rreth 100 të ftuar për eventin bamirës të familjes Aliu në mbështetje të edukimit të fëmijëve. Është një event i rëndësishëm, me praninë e biznesmenëve, politikanëve dhe personaliteteve të shoqërisë. Kam nevojë që ti të jesh e pa të meta." Fjalët u thanë me mirësi, por Roza mund të ndjente peshën e pritshmërisë pas tyre. Pietri e udhëhoqi nëpër përgatitjet përfundimtare, duke shpjeguar çdo detaj. Tavolinat ishin vendosur strategjikisht nëpër sallë, të mbuluara me mbulesa liri të bardha dhe të dekoruara me aranxhime lulesh të freskëta. Enët ishin prej porcelani të hollë, takëmet prej argjendi të lustruar shkëlqenin nën dritën e lambadarëve. Një tavolinë e veçantë ishte përgatitur për ankandin bamirës, ku do të ofroheshin vepra arti dhe përvoja ekskluzive.
Familja Aliu i merr shumë seriozisht këto evente, shpjegoi Pietri ndërsa rregullonte një aranzhim lulesh. Zoti Viktor Aliu ka ndërtuar një perandori biznesi bazuar në përgjegjësinë sociale. Ai beson se kush ka shumë duhet t'i jap shumë shoqërisë. Prandaj këto evente bamirëse janë thelbësore për imazhin e familjes. Roza thithte çdo informacion duke organizuar mendërisht përgjegjësitë e saj. Ajo do të ishte përgjegjëse për shërbimin e pijeve, ndihmën në prezantimin e pjatave kryesore dhe sigurimin që të gjithë të ftuarit të ndiheshin të shërbyer mirë. Duke e thjesht në teori, por ajo e dinte se në praktik do të ishte shumë më sfiduese, veçanërisht duke marrë parasysh nivelin social të ftuarve që frekuentonin vilën. Ndërsa bënte rregullimet e fundit në pamjen e saj në reflektimin e një tabakaje argjendi, Roza vuri re nënën e saj duke kaluar nëpër korridorin anësor. Ana e pa dhe i bëri një shenjë diskrete, shoqëruar me një buzëqeshje inkurajuese që i ngrohu zemrën Rozës. Nëna e saj kishte qenë gjithmonë burimi i saj më i madh i frymëzimit dhe forcës. Edhe pse përballej me vështirësitë e saj shëndetësore, Ana nuk pushoi kurrë besuari në potencialin e vajzës së saj. Të ftuarit e parë filluan të mbërrinin saktësisht në orën 15. Roza vëzhgoi e magjepsur ndërsa makina luksoze ndalonin në hyrjen kryesore të vilës. Burra me kostume të patë meta dhe gra me fustane elegante zbrisnin nga automjetet me natyrshmërinë e atyre që ishin mësuar me atë standard jetese. Bijuteri diskrete por të vlefshme shkëlqenin në qafën dhe kyçet e duarve të zonjave, ndërsa zotërinjt shfaqnin orë që ndoshta kushtonin më shumë se sa Roza do të fitonte në vite. Pietri bëri një shkurtim të fundit me ekipin. Kujtoni, diskrecioni dhe efikasiteti janë thelbësore. Të ftuarit duhet të ndihen sikur po shërbehen nga engjëj të padukshëm. Çdo problem, më thirrni menjëherë. Roza pohoi me kokë bashkë me punonësit e tjerë, duke ndjerë zemrën t'i rrite më shpejt me afrimin e momentit kur do të hynte në veprim. Salla kryesore u shndërrua shpejt në një skenë elegance dhe sofistikimi. Bisedat rrjedhin me tone të ulta dhe të edukatshme, të shoqëruara me qeshje diskrete dhe tingëllim të butë të gotave prej kristali. Roza vuri re se të ftuarit lëviznin në grupe, qartësisht duke njohur njëri tjetrin prej vitesh, duke ndarë histori udhëtimesh ndërkombëtare, biznesesh të suksesshme dhe eventesh sociale ekskluzive. Ora e saj e parë e punës shkoi më mirë se sa priste. Disa zonja vlerësuan edukatën dhe delikatesën e saj në shërbimin e pijeve. Një biznesmen i moshuar madje e falenderoi për vëmendjen e veçantë me të cilën ajo kishte rregulluar tavolinën ku ai ishte ulur. Roza ndihej gradualisht më e sigurt, duke filluar të besonte se vërtet mund të kishte sukses në atë ambient. Ishte atëherë kur ajo e pa. Kiara Aliu zbriti me elegancë shkallët kryesore, e ndjekur nga dy shoqe po aq të veshura mirë. Me 22 vjet, Kiara ishte e njohur në shoqërinë e kryeqytetit si për bukurinë e saj, ashtu edhe për personalitetin e saj kontrovers. Flokët e verdhë të rregulluar në mënyrë perfekte kornizonin një fytyrë me tipare delikate, por sytë e saj mbanin një ftohtësi që kontrastonte me pamjen e saj engjëllore. Roza e njihte nga pamja që fëmijë, por gjithmonë në distancë. Ajo e dinte nga bisedat diskrete të punonjësve se Kiara kishte reputacionin e të qenit e përkëdhelur dhe mizore, veçanërisht me ata që i konsideronte inferior. Histori rreth shakat dhe poshtërimet e saj ndaj punonjësve qarkullonin në shtëpi si legjenda urbane, gjithmonë të përshpëritura në qoshe të errëta në mënyrë që askush nga familja të mos i dëgjonte. Kur shikimet e Rozës dhe Kiarës u kryqëzuan për herë të parë atë ditë, diçka ndryshoi në ajër. Vajza e manjatit e studioi për disa sekonda, sikur të përpiqej të kujtonte se ku e njihte. Pastaj, një buzëqeshje që nuk arrinte deri te syt u formua në buzët e saj. Roza ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shpinën, sikur një parandjenje e errët sapo ishte vendosur në zemrën e saj. Salla ishte në kulmin e elegancës kur Kiara vendosi se do të ishte interesante të argëtohej pak. Roza sapo kishte shërbyer shampanjë një grupi biznesmenësh kur ndjeu një prani t'i afrohej nga pas. U kthye dhe gjeti Kiarën të ndalur pak metra larg, duke e vëzhguar me atë buzëqeshje shqetësuese që kishte vënë re pak minuta më parë. Ti nuk je vajza e Anës, pyeti Kiara me një ton gjoja të ëmbël, por që mbante një notë përbuzjeje që nuk i shpëtoi Rozës. Sa e lezetshme, duke ndjekur hapat e mamas. Roza mori frym thellë, duke kujtuar këshillat e Pietrit për të ruajtur gjithmonë qetësinë profesionale. Mirëdita, zonjush Kiara. Mund t'ju ndihmoj me diçka?
Buzëqeshja e Kiarës u zgjerua, por sytë e saj mbetën të ftohtë. Në fakt, po. Kam etje, por jo për çfarë do. Dua ujë. Jo shumë të ftohtë, jo shumë të ngrohtë. Në temperaturën perfekte. Ti e kupton çfarë është përsosmëria, apo jo? Pyetja u bë me një intonacion që e bënte të qartë se Kiara dyshonte në aftësinë e Rozës për të kuptuar çdo koncept të lidhur me përsosmërinë. Roza pohoi me kokë me edukat dhe u drejtua drejt zonës së shërbimit për të marrë ujin e kërkuar. Ndërsa përgatiste gotën, Roza mund të ndjente sytë e Kiarës mbi të. Kishte diçka në mënyrën si vajza e manjatit e vëzhgonte që e bënte jashtëzakonisht të ndiej e pakëndshme. Ishte sikur të ishte një grabitqar që studion prenë e tij, duke llogaritur momentin e saktë për të sulmuar. Roza u kthye me gotën e ujit në një tabaka argjendi, duke ju afruar Kiarës me kujdes. Ja uji juaj, zonjush. Kiara mori gotën dhe piu një glënjë të vogël, duke rrudhosur fytyrën në një shprehje neverie të egzageruar. Është shumë i ftohtë. Thash që nuk e doja shumë të ftohtë. Nuk dëgjove? Kërkoj ndjes, zonjush. Do të sjell një tjetër menjëherë, u përgjigj Roza, duke ruajtur zërin e qetë pavarësisht irritimit në rritje. Kur Roza u kthye për herë të dytë, Kiara përsëriti teatrin, këtë herë duke u ankuar se uji ishte shumë i ngrohtë. Një rreth i vogël të ftuarish filloi të vërente ndërveprimin, duke vëzhguar me kureshtje dhe një farë argëtimi atë që qartësisht po kthehej në një shfaqje në kurriz të punonjëses së re. E dini, tha Kiara duke ngritur paksa zërin për të siguruar që vëzhguesit të dëgjonin, është vërtet e vështirë të gjesh punonjës kompetent sot. Diçka aq e thjesht sa shërbimi i ujit duket se është përtej aftësive të disa njerëzve. Roza ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Ajo e dinte se çdo reagim emocional do të ishte pikërisht ajo që Kiara dëshironte. Do të sjell një ujë tjetër për zonjushën. Jo, tha Kiara me një gjest teatral të dorës. Mendoj se kam pirë ujë të mjaftueshëm për sot. Por me që je këtu, ç'të themi të kontrollosh nëse tavolina jon është rregulluar siç duhet? Ndonjëherë ju njerëzit humbisni disa detaje të rëndësishme. Mënyra si Kiara tha njerëzit mbante një ngarkesë paragjykimi që i preu zemrën Rozës si një te. Ajo ishte rritur duke dëgjuar histori rreth sjelljes së Kiarës, por ta përjetonte personalisht ishte diçka krejtësisht ndryshe. Roza u drejtua drejt tavolinës së treguar nga Kiara, e cila ishte rregulluar në mënyrë perfekte. Çdo takëm ishte në pozicionin e tij të saktë, çdo gotë shkëlqente e papërlyer, çdo pjatë ishte rregulluar me saktësi ushtarake. Nuk kishte absolutisht asgjë për t'u korrigjuar, dhe Kiara e dinte këtë. Takëmet janë pak të zhvendosura, tha Kiara, duke ju afruar tavolinës me dy shoqet e saj, të cilat vëzhgonin skenën me buzëqeshje djallëzore. Dhe këto gota, duket sikur nuk janë lustruar siç duhet. Roza shikoi gotat prej kristali që shkëlqenin në mënyrë perfekte në dritën e llampadarëve. Nuk kishte asnjë shenjë apo njollë në asnjërin prej tyre. Zonjush, unë i kontrollova të gjitha gotat personalisht para eventit. Ato janë të papërlyera. Ti po vën në dyshim vëzhgimin tim. Zëri i Kiarës u ngrit një oktav, duke tërhequr edhe më shumë vëmendjen e të ftuarve aty pranë. Ndoshta ke nevojë për syze. Ose ndoshta ke nevojë për trajnim të duhur për këtë lloj pune. Në atë moment, një nga shoqet e Kiarës, një vajzë brune e quajtur Olia, nxori diskretisht celularin e saj dhe filloi të regjistronte. Roza nuk e vuri re fillimisht, e përqendruar shumë në përpjekjen për të ruajtur dinjitetin e saj të paprekur përballë poshtërimit publik në rritje. E dini çfarë, vazhdoi Kiara, zëri i saj tani qartësisht i dëgjueshëm për gjysmën e sallës, mendoj se duhet t'i pastrosh ato gota përsëri. Në fakt, ç'të themi të pastrosh të gjithë tavolinën? Nga zero. Që të gjithë të shohin si bëhet një punë e mirë. Heshtja filloi të përhapet nëpër sallë si valët në një liçen të qetë. Bisedat u ndërpren, gotat mbetën të pezulluara në ajër, të gjithë syt u kthyen drejt dramës së vogël që po zhvillohej para tyre. Roza ndjeu peshën e këtyre shikimeve sigur që hidheshin mbi shpirtin e saj. Kiara thiri butësisht një zë femëror. Ishte Fiona, një nga të ftuarat më të moshuara, gruaja e një biznesmeni të rëndësishëm. Tavolina është perfekte. Ndoshta mund të përqendrohemi në qëllimin e vërtet të këtij eventi bamirës? Kiara u kthye nga Fiona me një buzëqeshje që nuk fshehte irritimin e saj nga ndërprerja. Sigurisht, Fiona.
por është e rëndësishme që të gjitha detajet të jenë perfekte, apo jo? Në fund të fundit, kjo është ajo që dallon një event cilësor nga një festë e zakonshme. Nënkuptimi ishte i qartë, njerëz si Rosa nuk e kuptonin çfarë ishte cilësia dhe prandaj duhej të mbikëqyreshin dhe korrigjoheshin vazhdimisht. Rosa ndjeu lotët t'i shtrëngonin syt, por refuzoi t'i linte të bien. Nuk do t'i jepte Kiarës atë kënaqësi. Në vend të kësaj, Rosa filloi në heshtje të hiqte gotat nga tavolina, një nga një, për t'i pastruar përsëri. Çdo lëvizje ekzekutohej me një dinjitet të heshtur që, ironikisht, e bënte Kiarën të dukej edhe më mizore në sytë e vëzhguesve. E shihni, tha Kiara shoqeve të saj, pa u shqetësuar të ulte zërin. Ndonjëherë duhet të jesh i vendosur për të marrë rezultatet e dëshiruara. Këta njerëz kanë nevojë për udhëzim të vazhdueshëm. Rosa vazhdoi punën e saj në heshtje, çdo gotë duke u lustruar me një kujdes të tepërt që tregonte si profesionalizmin e saj, ashtu edhe vendosmërinë e saj për të mos u thyer. Disa të ftuar filluan të largoheshin, qartësisht të pakëndshëm me situatën, por të tjerë mbetën duke vëzhguar sikur të ishte një argëtim. Kur Rosa mbaroi së pastruari të gjitha gotat dhe filloi të riorganizonte takëmet, Kiara ju afrua edhe më shumë, duke ekzaminuar çdo send si të ishte një inspektor ushtarak. Më mirë, tha më në fund, por ende jo perfekt. Mendoj se duhet të kuptosh që këtu kemi standarde të ndryshme nga ato me të cilat je mësuar në shtëpi. Kjo ishte pika që derdhi gotën. Rosa ndaloi atë që po bënte dhe ngriti syt për të takuar ata të Kiarës. Për një moment, të dyja vajzat u shikuan në heshtje absolute. Rosa pa në sytë e Kiarës jo vetëm mizori, por edhe një zbrazëti të thellë, sikur gjithë ajo ligësi ishte një përpjekje për të mbushur një mungesë thelbësore në shpirtin e saj. Unë i kuptoj në mënyrë perfekte standardet, zonjush Kiara, tha Rosa me zë të ulët por të vendosur. Dhe përpiqem t'i përmbush ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Përgjigjja e qetë dhe dinjitoze e Rozës dukej se e irritoi Kiarën edhe më shumë. Ishte e qartë se ajo priste lot, lutje ose një shpërthim emocional që do të justifikonte mizorinë e saj. Qetësia e Rozës po i prishte argëtimin. Sa mirë që e kupton, tha Kiara, duke marrë një nga gotat që Rosa sapo kishte pastruar. Sepse tani do të duhet që ti të rregullosh të gjithë tavolinën nga fillimi. Dhe këtë herë, dua që të bëhet saktë. Me një gest qëllimisht dramatik, Kiara e la gotën të binte nga duart e saj. Kristali u thye në dyshemen prej mermeri me një zhurmë që jehoi në sallën e heshtur si një eshtën. Rosa vëzhgoi copzat e shpërndara në këmbët e saj, çdo fragment duke reflektuar imazhin e saj të fragmentuar. Ups, tha Kiara me një buzëqeshje të pafajshme që mashtronte vetëm më të padjallëzuarit. Sa e ngathët jam unë. Mendoj se do të duhet ta pastrosh edhe këtë. Rosa u gjunjëzua për të mbledhur copzat e kristalit, duart e saj duke u dridhur paksa për herë të parë atë ditë. Ndërsa mblidhte fragmentet, ajo mund të ndjente dhjetëra sy mbi të, disa të dhëmshur, të tjerë thjesht kureshtar, të gjithë dëshmitar të poshtërimit të saj. Ishte në këtë moment që ajo kuptoi se Olia ende po regjistronte gjithçka me celularin e saj, duke kapur çdo sekond të degradimit të saj për të ardhmen. Kjo e goditi Rozën si një grusht në stomak. Nuk ishte e mjaftueshme ta poshtëronin publikisht, ata donin ta përjetësonin momentin, ta shndërronin në argëtim për t'u shpërndar dhe tallur më vonë. Kiara vuri re se Rosa kishte kuptuar regjistrimin dhe buzëqeshja e saj u bë edhe më djallëzore. Ti nuk shqetësohesh që po filmohesh, apo jo? Në fund të fundit, ti po bën vetëm punën tënde. Asgjë e keqe, apo jo? Fjalët mbanin një kërcënim të fshehur. Rosa e kuptoi në mënyrë perfekte, nëse ankohej për regjistrimin ose përpiqej të mbronte veten, do të portretizohej si një punonjëse e vështirë dhe problematike. Nëse qëndronte në heshtje, do të mbahej mend përgjithmonë si vajza që u la të poshtërohej në heshtje. Në atë moment, Rosa ndjeu sikur ishte në një udhëkryq jo vetëm të asaj situate specifike, por të gjithë jetës së saj. Çdo zgjedhje që do të bënte në atë moment do të përcaktonte jo vetëm si do të dilte nga ai poshtërim, por edhe çfarë lloj personi do të bëhej. Rosa u ngrit ngadalë, duke mbajtur copzat e kristalit në duart e saj me kujdes për të mos u prerë. Heshtja në sallë ishte shurdhuese, e shoqëruar vetëm nga zhurma e largët e muzikës klasike që vazhdonte të luante në një ambient tjetër të vilës, sikur asgjë të mos po ndodhte. Kiara vëzhgonte çdo lëvizje të Rozës me kënaqësi të dukshme, sikur të ishte një regjisore që shikonte performancën e një aktoreje në një shfaqje teatrale veçanërisht të mirë vënë.
Shoqet e saj shkëmbenin shikime bashkëfajtore, qartësisht duke shijuar spektaklin që po ofrohej falas. Kini kujdes të mos preheni, tha Kiara me shqetësim të rrem. Do të ishte tmerrësisht keq nëse do të gjakoseshit në mermerin ton të bukur. Njollat e gjakut janë aq të vështira për t'u pastruar, veçanërisht kur depërtojnë në venat e gurit. Roza vendosi me kujdes fragmentet e kristalit në tabakan që kishte sjell, lëvizjet e saj të qëllimshme dhe të kontrolluara. Çdo gjest ekzekutohej me një saktësi gati robotike, sikur mendja e saj të ishte shkëputur pjesërisht nga realiteti për ta mbrojtur nga intensiteti i poshtërimit. E dini, vazhdoi Kiara, duke ecur nëpër rreth Rozës si një grabitqar që rrethon pren e tij, gjithmonë jam pyetur si është të jesh si ju. Të jetosh me kaq pak, të duhet të punosh që herët, të mos mundesh kur të relaksohesh dhe thjesht të shijosh jetën. Pyetja ishte retorike, por mbante një mizori të rafinuar që prekte më thellë se çdo fyerje e drejtë për drejtë. Kiara po luante me Rozën, duke shfrytëzuar cenueshmërinë e saj sociale si një shkencëtar që disekton një ekzemplar të rrallë. Duhet të jetë e vështirë, vazhdoi, zëri i saj duke marrë një ton dhëmshurie të rreme, të shohësh çdo ditë jetën që nuk mund ta kesh kurrë. Teu gjesh e rrethuar nga bukuria, luksi dhe eleganca, por gjithmonë në anën e gabuar të xhamit. Si kafsh në një kopsht zoologjik, duke vëzhguar vizitorët dhe duke u pyetur si do të ishte të ishe në anën tjetër. Disa nga zonjat e pranishme filluan të shfaqnin pa kënaqësi të dukshme. Përshpëritje të ulta qortimi filluan të qarkullonin midis të ftuarve më të moshuar, të cilët qartësisht e gjykonin sjelljen e Kiarës si të papërshtatshme, edhe për standardet e tyre elitiste. Por Kiara ishte larg nga përfundimi. Fuqia që ndjente mbi Rozën e dehonte, duke ushqyer një nevojë të thellë dhe të shqetësuar për dominim që dukej e pangopur. Vë bas që ti ëndërron për këtë, apo jo, pyeti, duke ju afruar më shumë Rozës. Ëndërron të veshësh fustane si imi, të kesh bishuteri si këto, ajo preku butësisht gjerdanin e diamantit në qafën e saj, të mos kesh më kur nevojë të shqetësohesh përpara ose të punosh duke shërbyer njerëz të tjerë. Roza mbeti në heshtje, duke u përqendruar në frymëmarrjen ngadalë dhe në ruajtjen e kontrollit. Ajo e dinte se çdo përgjigje do të përdorej kundër saj, e shndërruar në më shumë karburant për zjarrin e poshtërimit që Kiara po ndërtonte metodikisht. Por e vërteta është se kjo nuk do të ndodhë kurrë, tha Kiara, zëri i saj duke u ulur në një përshpëritje helmuese që vetëm Roza mund ta dëgjonte qartë. Ti do të plakesh duke shërbyer njerëz si unë. Do të martohesh me dikë si ti, do të kesh fëmijë që gjithashtu do të shërbejnë fëmijë si unë. Është një cikël, e kupton? Një rrotë që nuk pushon kurrë së rrotulluari. Ishte në këtë moment që diçka brenda Rozës u thye. Nuk ishte dinjiteti apo qetësia, këto ajo i mbajti të paprekura. Ishte diçka më e thellë, iluzioni se mund të kalonte përmes asaj situate pa plagë të përhershme. Pietri u shfaq diskretisht pranë tyre, qartësisht i shqetësuar nga situata që po zhvillohej. Zonjush Kiara, ndoshta mund të zgjidhim çdo çështje në mënyrë më private? Kiara u kthye nga Pietri me sytë që i shkëlqenin nga irritimi. Nuk ka asgjë për të zgjidhur, Pjetër. Unë thjesht po udhëzoj një punonjëse të re mbi standardet tona. Është pjesë e procesit të trajnimit, apo jo? Pyetja ishte një kurth. Nëse Pietri do të pajtohej, do të legjitimonte sjelljen abuzive të Kiarës. Nëse nuk do të pajtohej, do të kundërshtonte vajzën e punëdhënësit të tij, duke rrezikuar punën e tij. Pietri hezitoi për një moment që dukej si një përjetësi. Roza mund të shihte betejën e brendshme të reflektuar në sytë e tij, dëshirën për ta mbrojtur atë kundër nevojës për të ruajtur pozicionin e tij. Sigurisht, zonjush, tha më në fund, fjalët e tij duke mbajtur peshën e dorëheqjes që Roza e ndjeu si një tradhti, edhe pse e kuptonte pozicionin e pamundur në të cilin ai ndodhej. E inkurajuar nga pajtimi i Pietrit, Kiara vendosi të ngrinte nivelin e performancës së saj. Në fakt, tha, duke marrë një gotë ujë nga një tavolinë aty pranë, mendoj se punonjësja jonë e re ka nevojë për një demonstrim praktik mbi vëmendjen ndaj detajeve. Roza vëzhgoi gotën në duart e Kiarës dhe ndiu një parandjenje të tmerrshme t'i rritej në stomak. Kishte diçka në mënyrën si Kiara mbante gotën, në mënyrën si sytë e saj shkëlqenin me një ligësi pothuajse të prekshme, që sinjalizonte se diçka shumë më e keqe po vinte. E shihni këtë gotë, pyeti Kiara, duke e ngritur që të gjithë ta shihnin. Duket e pastër, apo jo? Por kur ke standarde vërtet të larta, kur e kupton vërtet çfarë do të thotë për sosmëri, mund të vëresh pa për sosmëri që të tjerët nuk i shohin.
Kiara ekzaminoi gotën me egzagerim teatral, duke e rrotulluar në dritë sikur të kërkonte defekte të padukshme. Po, definitivisht ka shenja uji këtu. Të vogla, pothuajse të padukshme, por të pranishme. Rosa e dinte se gota ishte tërësisht e pastër. Ajo vetë kishte mbikëqyrur pastrimin e të gjithë kristaleve atë mëngjes. Por ajo gjithashtu e dinte se protestimi do të ishte i kodh. E vërteta kishte pushuar së qenie e rëndësishme në momentin kur Kiara vendosi ta shndërronte atë në objektin e argëtimit të saj pervers. E dini çfarë ndodh kur standardet nuk përmbushen, pyeti Kiara, duke ecur ngadalë drejt Rozës. Kur mediokriteti tolerohet, Rosa mund të ndjente tensionin në ajër si një kord të shtrirë gati për t'u këputur. Të gjithë në sallë dukeshin sikur po mbanin frymën, duke pritur të shihnin deri ku do ta çonte Kiara atë situatë groteske. Mediokriteti përhapet si një murtaj, vazhdoi Kiara, tani vetëm 1 metër larg Rozës. Ai infekton gjithçka përreth, ul standardet e të gjithëve, e shndërron ekselencën në diçka të zakonshme dhe vulgare. Në këtë moment, Rosa ndjeu një prani të fuqishme të hynte në sallë. Nuk ishte diçka që e pa, por diçka që e ndjeu, si një ndryshim në presionin atmosferik që i paraprin një stuhie. Disa të ftuar filluan të largoheshin diskretisht, si kafshë që ndjejnë afrimin e një grabitqari më të madh. Por Kiara ishte shumë e përqendruar në momentin e saj të triumfit për të vënë re ndryshimin në ambient. Ajo ngriti gotën e ujit duke e pozicionuar drejt për drejt mbi kokën e Rozës. Prandaj, tha me një zë që mbante vite privilegj dhe të drejte, ndonjëherë është e nevojshme të japësh mësime praktike mbi pasojat e mediokritetit. Dhe pastaj, pa asnjë hezitim, derdhi të gjithë përmbajtjen e gotës mbi kokën e Rozës. Uji i ftohtë i rrjedhi në fytyrë Rozës, i lagte flokët, i pikoi nga mjekra mbi uniformë. Ajo mbeti plotësisht e palvizshme, sikur të ishte shndërruar në një statujë mermeri. Sytë e saj mbetën të hapur, duke shikuar një pikë fikse në mur pas Kiarës, sikur shpirti i saj të kishte braktisur përkohësisht trupin e saj për t'i shpëtuar poshtërimin. Salla u bë në heshtje absolute. Edhe muzika e largët kishte ndalur. Për një moment, dukej sikur koha ishte ngrirë, duke kapur përgjithmonë atë çast mizorie të pastër dhe çnjerëzore. Kiara uli gotën bosh, një buzëqeshje kënaqësie të plot u përhap në fytyrën e saj. Olia vazhdonte të regjistronte, duke afruar celularin për të kapur çdo pikë uji që rrifte në fytyrën e Rozës, çdo dridhje pothuajse e padukshme e duarve të saj. U bë, tha Kiara me gëzim të vërtet, tani je vërtet e pastër. Ndonjëherë kemi nevojë për një dush realiteti, apo jo? Ishte atëherë kur zëri i hoj nëpër sallë, i thellë, i kontrolluar, por i ngarkuar me një autoritet që bëri që të gjithë të pranishmit të ngurtësoheshin menjëherë. Mjaft. Viktor Aliu kishte hyrë në sallë pa u vënë re nga askush, duke vëzhguar minutat e fundit të poshtërimit në heshtje absolute. I gjatë, imponues, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte dhe sy që dukeshin të aftë të shihnin përmes shpirtit të njerëzve, ai rezatonte një fuqi që transcendonte paratë ose pozicionin social. Kiara u kthye ngadalë, buzëqeshja e saj e kënaqësisë u shpërb si sheqeri në shi kur sytë e saj u takuan me ata të gjyshit. Për herë të parë atë pasdite, ajo dukej se kuptoi madhësinë e asaj që kishte bërë. Viktor ecte nëpër sallë me hapa të matur, secili duke jehoj në mermer si një çekiç gjykatësi. Të ftuarit u larguan automatikisht, duke krijuar një korridor për kalimin e tij. Kur ndaloi para Rozës dhe Kiarës, heshtja ishte aq e thellë sa zhurma e një pike uji që binte nga flokët e Rozës, dukej si një bubullim. Ai shikoi fillimisht mbesën e tij, fytyra e tij një maskë zhgënjimi dhe zemërimi të kontrolluar që ishte shumë më tmerruese se çdo shpërthim zemërimi që mund të ishte. Pastaj u kthye nga Roza, e cila ende qëndronte e palvizshme, uji i rrifte në heshtje në fytyrën e saj si lot që ajo refuzonte t'i derte. Viktor mbeti i palvizshëm për sekonda të gjata, sytë e tij duke alternuar midis Rozës, e cila vazhdonte të qëndronte si një statujë e lagur, dhe Kiarës, shpreha e së cilës kishte kaluar nga triumfuese në progresivisht të shqetësuar. Pesha e pranisë së tij ishte pothuajse fizike, duke bërë që edhe të ftuarit më të largët të ndjenin tensionin në rritje në ajër. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ulët, i kontrolluar, por i ngarkuar me një zhgënjim që prekte më thellë se çdo ulërim. 22 vjet, tha, pa i hequr sytë nga Kiara. 22 vjet arsim, mundësi, privilegje që shumica e njerëzve as nuk mund t'i ëndërrojnë. Dhe kjo është ajo që bën me gjithçka që të është dhënë?
Kiara u përpoq të mblidhte guximin për t'u përgjigjur, por fjalët dukeshin se I kishin ikur nga fyti. Për herë të parë në jetën e saj të rritur, ajo e gjeti veten vërtet pa ditur çfarë të thoshte para gjyshit që gjithmonë e kishte admiruar dhe friksuar në mas të barabarë. Gjysh, unë vetëm po. Filloi ajo, por Viktor ngriti një dorë duke e heshtur menjëherë. Ti vetëm po çfarë? Po argëtoheshe. Po ushtroje fuqinë që mendon se ke mbi dikë që e konsideron inferiore. Çdo fjalë shqiptohej me saktësi kirurgjikale, sikur ai po disektonte jo vetëm veprimet e Kiarës, por edhe shpirtin e saj. Të ftuarit vëzhgonin në heshtje absolute, shumë qartësisht të pakëndshëm për të qenë dëshmitar të një momenti kaq privat dhe shkatërues. Disa u përpoqën diskretisht të largoheshin, por Viktor ishte pozicionuar në mënyrë të tillë që zëri I tij të dëgjohej në të gjithë sallën. Olia, tha Viktor pa e parë vajzën e re që ende mbante celularin, fshija atë regjistrim menjëherë dhe më jep telefonin. Olia hezitoi për një moment duke shikuar nervozisht Kiarën për udhëzim. Kur Viktor më në fund u kthye nga ajo, intensiteti I shikimit të tij ishte I mjaftueshëm për ta bërë atë të bindet menjëherë. Me duar të dridhura, ajo fshiu videon dhe I dha telefonin patriarkut. Tani, vazhdoi Viktor duke kthyer vëmendjen te Kiara, dua që t'u shpjegosh të gjithë të pranishmëve, këtyre njerëzve që erdhën këtu sot për të kontribuar në një kauzë fisnike, cili ishte saktësisht qëllimi I poshtërimit publikisht të një vajze të re që po punon këtu me ndershmëri për të mbajtur familjen e saj. Kiara hapi dhe mbylli gojën disa herë, si një peshk jashtë ujit. Pyetja e Viktorit nuk ishte retorike. Ai vërtet priste një përgjigje, dhe të dy e dinin se nuk kishte asnjë përgjigje që mund të justifikonte veprimet e saj. Ajo nuk po bënte punën siç duhet, murmuriti Kiara, zëri I saj pothuajse I padëgjueshëm. Nuk po e bënte siç duhet. Zëri I Viktorit u ngrit paksa, duke mbajtur një notë mosbesimi të vërtetë. Pjetër, eja këtu. Shefi I ekipit ju afrua me hezitim, qartësisht duke dëshiruar të ishte kudo tjetër përveç aty në atë moment. Pjetër, sipas mendimit tuaj profesional, kishte ndonjë problem me performancën e kësaj punonjëseje të re sot? Pietri shikoi shpejt Kiarën, pastaj Rozën, e cila vazhdonte të ishte e palvizshme, dhe më në fund Viktorin. Jo, zotëri. Puna e saj ishte e patëmeta. Në fakt, disa persona komentuan për edukatën dhe efikasitetin e saj. Viktor pohoi me kokë ngadalë, sikur ajo përgjigje të konfirmonte diçka që ai tashmë e dinte. E kuptoj. Pra, nuk ishte çështje e kompetencës profesionale. Ai u kthye nga Kiara përsëri dhe këtë herë zëri I tij mbante një ftohtësi që bëri që shumë prej të pranishmëve të dridheshin. Kiara, ti ke një zgjedhje për të bërë në këtë moment. Mund të vazhdosh të shtiresh se veprimet e tua kishin ndonjë justifikim legjitim, ose mund të marrësh përgjegjësinë për atë që ishte vërtet, mizori e pastër, e ushtruar kundër dikujt që nuk ka fuqi të mbrojë veten. Ultimatumi rrinte në ajër si një shpatë. Kiara shikoi përreth duke kërkuar mbështetje në fytyrat e të ftuarve, por gjeti vetëm shprehje turpi dhe qortimi. Shoqet e saj ishin larguar diskretisht, duke e lënë atë vetëm në qendër të dramës që ajo vetë kishte krijuar. Filloi Kiara, por zëri I saj u ndërpre. Lotët filluan t'i formoheshin në sy, jo nga pendimi, por nga zhgënjimi dhe turpi për t'u përballur publikisht. Viktor vëzhgoi lotët e mbesës së tij me një shprehje të pandryshuar. Lot për veten tënde, tha me përbuzje të dukshme. Asnjë pikë pendimi për poshtërimin që I shkaktove një personi tjetër. Pastaj, për habin e të gjithëve, Viktor u kthye nga Roza. Shpreja e tij u zbut plotësisht, duke u shndërruar në diçka afër butësisë atërore. E dashur, tha me zë të ulët, duke nxjerrë shamin e tij nga xhepi, më lejo. Me gjeste të buta, ai filloi t'i fshinte ujin nga fytyra Rozës. Kontrasti midis delikatesës së lëvizjeve të tij dhe vendosmërisë me të cilën ai kishte përballur Kiarën ishte mbresëlënës. Roza më në fund puliti syt, sikur të dilte nga një trans, dhe sytë e saj u takuan me ata të Viktorit. Më vjen shumë keq, tha Viktor, dhe sinqeriteti në zërin e tij ishte I pamohueshëm. Më vjen shumë keq për sjelljen e papranueshme të familjes sime. Më vjen shumë keq që ju nënshtruat kësaj në shtëpinë time. Roza më në fund gjeti zërin e saj, megjithse ai doli si një pëshpëritje e ashpër, nuk keni pse të kërkoni falje, zotëri. Nuk ishte faji juaj. Oh, por ishte, replikoi Viktor me vendosmëri. Ishte faji im që nuk arrita t'i mësoja mbesës sime vlerat bazë të ndershmërisë dhe respektit njerëzor.
Ishte faji im që e lejova të rritej duke besuar se privilegji është sinonim i epërsisë morale. Ai bëri një pauzë, duke i lënë fjalët e tij të vendoseshin. Dhe tani, tha Viktor, zëri i tij duke u kthyer në tonin e autoritetit të pamëshirshëm, do ta korrigjoj këtë gabim. Viktor ecte drejt qendrës së sallës, duke u pozicionuar aty ku të gjithë mund ta shihnin dhe dëgjonin qartë. Zonja dhe zotërinj, njoftoi ai, kërkoj ndjes që keni qenë dëshmitar të kësaj situate të trishtueshme. Erdha këtu sot për të mbështetur një kauzë që besoj, edukimin për fëmijët në nevojë. Ironikisht, zbulova se mungesa arsimore më urgjente është shumë më afër shtëpisë se sa e kisha imagjinuar. Përshpëritje të ulta filluan të qarkullonin midis të ftuarve. Shumë dukeshin vërtet të impresionuar nga mënyra se si Viktor po e trajtonte situatën, ndërsa të tjerë qartësisht ndiheshin të pakëndshëm që po dëshmonin një dramë familjare kaq intensive. Që nga ky moment, vazhdoi Viktor, mbesa ime Kiara është plotësisht e shkëputur nga të gjitha privilegjet financiare që merr nga familja jon. Kartat e kreditit, paratë e xhepit, apartamenti, makina, gjithçka anulohet menjëherë. Një heshtje e tronditur ra mbi sallën. Kiara zbej dukshëm, sikur të kishte marrë një goditje fizike. Gjysh, ti nuk mundesh. Filloi ajo, por Viktor e ndërpreu me një shikim. Mundem dhe do ta bëj. Nëse ajo dëshiron të jetojë në këtë botë, do të duhet të mësoj ta bëj këtë me dinjitet dhe respekt për të tjerët. Do të duhet të punoj si çdo person i ndershëm. Do të duhet të kuptoj vlerën e gjërave që gjithmonë i ka marrë si të mirëqena. Viktor u kthye nga Roza përsëri, shpreha e tij duke u kthyer në butësinë e mëparshme. Sa për ty, e dashur, do të doja të flisja me mua privatisht. Ka disa gjëra që do të doja të diskutonim, jo si bamirësi apo mëshirë, por si një njohje e asaj që dëshmova këtu sot. Roza pohoi me kokë në heshtje, ende duke përpunuar shpejtësinë me të cilën situata ishte transformuar. Minuta më parë, ajo po poshtërohej publikisht. Tani, njeriu më i fuqishëm në sallë po i ofronte mbrojtjen dhe mbështetjen e tij. Pjetër, thiri Viktor, të lutem, shoqëroje këtë vajzë në një vend privat ku ajo mund të thahet dhe të qetësohet. Më pas, sillja në zyrën time. Ndërsa Pietri e drejtonte butësisht Rozën jashtë sallës, Viktor u kthye për herë të fundit nga të ftuarit. Eventi bamirës do të vazhdoj sipas planit. Shpresoj që ajo që dëshmuat sot të shërbej si një kujtesë sepse edukimi, veçanërisht edukimi moral, është kaq thelbësor në shoqërinë tonë. Kiara mbeti në qendër të sallës, e braktisur nga shoqet e saj, e përballur me qortimin e heshtur të 10 palë syve. Për herë të parë në jetën e saj, ajo përjetoi diçka afër asaj që Roza kishte ndjerë minuta më parë, ndjenjen e të qenit plotësisht vetëm dhe e cenueshme përballë një bote që papritmas dukej armiqësore dhe e pamëshirshme. Zyra e Viktor Aliut ishte një reflektim perfekt i njeriut që e zinte, elegante pa ekstravagancë, imponuese por mikpritëse. Raftet prej drurit të errët shtrieshin nga dy shemeja në tavan, të mbushura me libra që dukeshin sikur ishin lexuar vërtet, jo thjesht vendosur aty për të impresionuar vizitorët. Një oxhak zhurmonte butësisht në një cep, duke krijuar një atmosferë ngrohtësie që kontrastonte dramatikisht me ftohtësinë protokollare të sallës së eventeve. Roza hyri me hezitim, rrobat e saj ende të lagura pavarësisht përpjekjeve për t'u tharë. Pietri i kishte ofruar një peshqir dhe disa minuta për t'u qetësuar në një nga banjot e vilës, por prap ajo ndihej e pakëndshme dhe jashtë vendit në atë ambient qartësisht të destinuar për vendime të rëndësishme dhe biznese të nivelit të lartë. Viktor qëndronte pranë dritares duke vëzhguar kopshtet e mirëmbajtura me kujdes që shtrieshin në përpron. Kur dëgjoi Rozën të hynte, u kthye ngadalë dhe ajo u impresionua nga transformimi në shprehjen e tij. Nuk kishte më asnjë gjurmë të ftohtësisë së llogaritur që ai kishte treguar në sallë. Në vend të kësaj, sytë e tij rrezatonin një mirësi të vërtetë që e bëri atë edhe më nervoze. Të lutem, ulu, tha Viktor, duke treguar me gjest një nga koltukët prej lëkure para tryezës së tij. Dëshiron një çaj? Kafe? Diçka për t'u ngrohur? Roza tundi kokën me turp. Jo, faleminderit, zotëri. Jam mirë. Viktor e studioi për një moment, duke vënë re mënyrën si ajo ul në buzë të koltukut, sikur të ishte gati të vraponte në çdo moment. Ai vendosi të ulej gjithashtu, duke zgjedhur jo karrigen pas tryezës së tij imponuese prej mahagoni, por koltukun pranë saj, duke eliminuar barrierën fizike dhe psikologjike që formaliteti mund të krijonte. Roza, tha ai butësisht, ky është emri yt, apo jo?
Ajo pohoi me kokë, e habitur që ai e dinte. Po, zotëri. Roza, përsëriti ai, sikur po provonte tingullin e emrit. Një emër i bukur. Dhe ti je 17 vjeçe, nëse nuk gaboj? Po, zotëri. Bëj 18 muajin tjetër. Viktor pohoi me kokë me mendime. Ana është nëna jote. Një nga njerëzit më të denjë dhe punëtor që kam pasur privilegjin të njoh. Ajo punon për familjen time prej sa kohë? 21 vjet, zotëri, u përgjigj Roza, një prekje krenarie duke i ngrohur zërin për herë të parë atë ditë. Ajo filloi si pastruese kur ishte vetëm 19 vjeçe, menjëherë pasi linda unë. Vetëm? Duke rritur një vajzë vetëm? Roza hezitoi, jo e mësuar të fliste për jetën e saj personale me dikë me pozitë kaq të lartë. Babai im ai nuk qëndroi kur zbuloi për shtatzënin. Nëna ime gjithmonë thotë se ishte më mirë kështu. Viktor vëzhgoi mënyrën si Roza fliste për mungesën atërore, pa hidhërim, por me një pranim të pjekur që dukej shumë përtej 17 viteve të saj. Dhe Ana nuk u martua më? Jo, zotëri. Ajo gjithmonë thoshte se unë isha prioriteti i mjaftueshëm. Se nuk kishte nevojë për askën tjetër përderisa duhej të kujdesej për mua. Roza ndaloi, pastaj shtoi me zë të ulët, ndonjëherë pyes veten nëse ajo hoqi dorë nga shumë gjëra për shkakun tim. Jam i sigurt se ajo nuk e sheh kështu, tha Viktor butësisht. Nga ajo që kam vëzhguar gjatë gjithë këtyre viteve, Ana të konsideron arritjen e saj më të madhe. Dhe me të drejtë. Fjalët e papritura i sollën lodh në sytë e Rozës, të parët që ajo lejoi të formoheshin që nga poshtërimi në sallë. Faleminderit, zotëri. Kjo do të thotë shumë. Viktor mbeti në heshtje për disa momente, duke i lejuar Rozës të përpunonte emocionet e saj. Kur ajo dukej më e qetë, ai vazhdoi me kujdes. Roza, do të doja të më tregoje për situatën tënde aktuale. E kuptoj që ti nuk je në shkollë. U detyrova të ndërpres vitin e kaluar, shpjegoi Roza, duke ulur shikimin. Nëna ime filloi të kishte probleme shëndetësore. Asgjë serioze, shtoi shpejt, por kishte nevojë për disa analiza, konsultime me specialistë. Dhe unë duhej të punoja për të ndihmuar me shpenzimet. Çfarë lloj pune ke bërë? Çdo gjë që gjej. Pastrim në zyra në agim, kujdes për fëmijët në fundjavë, ndihmë në evente të vogla si sot. Asgjë fikse, vetëm punë të rastësishme këtu dhe atje. Viktor pohoi me kokë, duke krijuar një pamje mendore të jetës që Roza dhe Ana kishin ndërtuar, një ekzistencë pune të vështirë dhe sakrifice të vazhdueshme, por dukshëm e lirë nga hidhërimi që shpesh shoqëron varfërinë. Dhe ëndrat e tua? Çfarë do të doje të bëje nëse rrethanat do të ishin ndryshe? Roza hezitoi, sikur të kishte frikë të pranonte ëndrat e saj me zë të larë. Infermierin, tha më në fund. Gjithmonë kam dashur të jem infermiere. Të kujdesem për njerëzit, të ndihmoj kur janë të cenueshëm. Duket domethënëse. Pse infermierin specifikisht? Kur isha e vogël, nëna ime u sëmur shumë një herë. Pneumoni. Na u desh të shkonim në spitalin publik dhe unë kisha shumë frikë se ajo mund të. Roza ndaloi, pastaj vazhdoi me zë më të vendosur. Infermieret ishin shumë të sjellshme me mua. Shpjeguan çfarë po ndodhte, më lanë të qëndroja pranë saj, më qetësuan kur isha e frikësuar. Që atëherë gjithmonë kam ditur se doja ta bëja këtë për familje të tjera. Viktor ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e tij, një përzierje admirimi dhe trishtimi për humbjen e kaq shumë potenciali për shkak të rrethanave të lindjes. Është një qëllim fisnik dhe i realizueshëm me mbështetjen e duhur. Ndoshta një ditë, tha Roza me një buzëqeshje melankolike. Kur nëna ime të jetë më mirë, kur të kemi një situatë më të qëndrueshme. Për momentin, dua vetëm të sigurohem që ajo të kujdeset mirë. Viktor u ngrit dhe shkoi përsëri te dritarja, duart e tij të kryqëzuara pas shpinës. Roza e vëzhgoi në heshtje, duke u përpjekur të deshifronte se çfarë mund të mendonte ai. Roza, tha ai më në fund, pa u kthyer, ajo që pesot në sallë sjellja e mbesës sime, kjo nuk është reflektim i vlerave të kësaj familjeje. Të paktën, jo i vlerave që unë u përpoqa t'i mësoj. Zotëri, nuk keni pse të më shpjegoni mua. Oh, por kam pse, tha Viktor, duke u kthyer nga ajo. Kam pse sepse ti u dëmtove në shtëpinë time, në nçatin time, nga dikush që mban emrin tim.
Dhe kam pse sepse dua që ti të kuptosh se jo të gjithë ata që kanë privilegj e përdorin atë si armë kundër të tjerëve. Ai ul përsëri duke u përkulur paksa përpara. Dua të bëj diçka për ty, Rosa. Jo nga mëshira ose për të lehtësuar fajin tim për sjelljen e Kiarës, por sepse e njoh vlerën kur e shoh. Rosa e vëzhgoi me kujdes. Çfarë lloj gjëje, zotëri? Së pari, dua të mbuloj të gjitha shpenzimet mjekësore të nënës tënde. Konsultime private, ekzaminime, trajtime, gjithçka që është e nevojshme për të siguruar që ajo të marrë kujdesin më të mirë të mundshëm. Rosa puliti syt disa herë, sikur të mos ishte e sigurt se kishte dëgjuar saktë. Zotëri, kjo është shumë bujare, por... Së dyti, vazhdoi Viktor duke ngritur një dorë për të heshtur kundërshtimet e saj, dua që ti të kthehesh në studime. Do të siguroj një kurs privat përgatitor që ti të mund të japësh provimet e pranimit për infermieri. Dhe kur të pranohesh, jo nëse, por kur, do të mbuloj të gjitha shpenzimet e fakultetit. Lotët që Rosa kishte mbajtur më në fund filluan të binin. Nuk mund ta pranoj këtë. Është shumë. Unë nuk bëra asgjë për të merituar. Nuk bëre asgjë për të merituar? Zëri i Viktorit mbante një notë mosbesimi të vërtetë. Rosa, unë të vëzhgova sot. Pata si ti ruajte dinjitetin tënd kur çdo person i arsyeshëm do të kishte humbur qetësinë. Pata profesionalizmin tënd edhe kur u provokove qëllimisht. Pata forcën tënde kur shumë të rritur do të ishin shkatëruar. Ai bëri një pauzë duke i lënë fjalët e tij të vendoseshin. Por më e rëndësishmja nga të gjitha, sapo fola me një vajzë të re e cila sakrifikoi edukimin e saj për të kujdesur për nënën e saj. Që punon në çdo punë të mundshme pa u ankuar. Që ka ëndra të qarta dhe fisnike, por i lë mënjan për të mirën e një personi tjetër. Nëse kjo nuk meriton njohje dhe mbështetje, atëherë nuk e di çfarë meriton. Rosa mbuloi fytyrën me duar, duke lejuar më në fund që të gjitha emocionet e ditës të çliroheshin. Viktor e vëzhgoi me durim ndërsa ajo qante, duke kuptuar se ishin lot lehtësimi, po aq sa edhe mirënjohjeje. Ka një kusht, tha ai kur ajo u qetësua paksa. Rosa fshiu syt dhe e shikoi me pritshmëri. Dua që ti të vazhdosh të punosh këtu, por jo si punonjëse e përkohshme e ventesh. Dua të jesh asistentja ime personale për projekte speciale. Punë që mund të bëhet midis studimeve, që paguhet mirë dhe që të jetë përvojë të vlefshme. Çfarë lloj projektesh? Pyeti Rosa, zëri i saj ende i dridhur. Mbikëqyrja e programeve tona të përgjegjësisë sociale. Vizita në komunitete që marrin investimet tona, raportimi mbi ndikimin real të projekteve tona. Të jesh syt dhe veshët e mi në botën reale nga e cila parat ndonjëherë na izolojnë. Viktor buzëqeshi. Diçka më thotë se ti do të kishe një perspektivë unike mbi këto çështje. Rosa mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar madhësinë e asaj që po i ofrohej. Nuk ishte vetëm para, ishte një mundësi për të transformuar plotësisht jetën e saj dhe të nënës së saj. Pse? Pyeti ajo më në fund. Pse do ta bënit këtë për mua? Viktor e konsideroi pyetjen me kujdes para se të përgjigjej. Sepse besoj se të gjithë meritojnë një shans real për të arritur potencialin e tyre. Dhe sepse shpresoj që një ditë, kur ti të jesh infermiere, të kujtosh këtë moment dhe t'ia kalosh të njëjtën mundësi një personi tjetër që ka nevojë. Rosa pohoi ngadalë, duke kuptuar më në fund se ajo ofertë nuk ishte për bamirësi, por për investim në potencialin e saj dhe në besimin se ajo do të bënte diçka pozitive me mundësinë. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo pasdite që ndryshoi përgjithmonë fatin e dy vajzave të reja kaq të ndryshme dhe, në të njëjtën kohë, kaq të lidhura nga fija e padukshme e fatit. Rosa rregulloi bluzën e saj blu marin të uniformës së kursit përgatitor ndërsa ecte nëpër korridoret e një ora të vilës Aliu. Qëndrimi i saj ishte ndryshe tani, më e drejtë, më e sigurt, duke rrezatuar një siguri që vinte nga dia se kishte një qëllim të qartë dhe një të ardhme premtuese përpara. Librat e biologjisë dhe kimisë në çantën e saj ishin dëshmi e heshtur se si jeta e saj ishte transformuar në mënyrë dramatike. Provimi i pranimit për infermieri ishte vetëm 3 javë larg dhe Rosa ndihej e përgatitur në një mënyrë që kurrë nuk e kishte imagjinuar të mundur. Mësimet private që Viktor kishte siguruar nuk ishin vetëm mbi përmbajtjen akademike, ishin mbi besimin në veten e saj, mbi kuptimin se inteligjenca dhe vendosmëria mund të kapërcenin çdo disavantazh prej ardhjeje. Ana ishte shëruar plotësisht pas ekzaminimeve dhe trajtimeve të paguara nga Viktor.
Mjekët privat zbuluan se problemet e saj shëndetësore ishin shumë më pak serioze se sa kishin frikë, duke kërkuar vetëm ilaçe të përshtatshme dhe monitorim të rregull. Ta shite nënën duke buzëqeshur përsëri, pas shqetësimin e vazhdueshëm financiar që kishte errësuar fytyrat e tyre për vite, ishte për Rozën dhurata më e madhe që mund të kishte marrë. Puna si asistente speciale e Viktorit kishte rezultuar jo vetëm e paguar mirë, por thellësisht pasuruese. Javët e fundit, ajo kishte vizituar qerdhe të financuara nga kompania, kishte biseduar me familje të përfituara nga programet sociale dhe kishte përgatitur raporte të detajuara mbi ndikimin real të investimeve. Viktor i besonte perspektivës së saj unike, vlerësonte aftësinë e saj për të lidhur sinqerisht me njerëzit që projektet synonin të ndihmonin. Atë pasdite, Roza po kthehej nga një vizitë në një klinikë komunitare në brendësi kur Pietri e ndaloi në hallin kryesor të vilës. Roza, tha ai, duke u ndier pak i pakëndshëm, ka dikush këtu që do të donte të fliste me ty, është në dhomën e pritjes. Roza vuri re hezitimin në zërin e tij. Kush është? Pietri hezitoi para se të përgjigjej. Kiara Aliu. Emri e goditi Rozën si një jehon e largët e një makthi pothuajse të harruar. Gjatë 6 muajve të fundit, ajo her pas here kishte pyetur veten për Kiarën, por informacionet ishin të pakta dhe vinin vetëm përmes komenteve të pëshpëritura midis punonjësve. Ajo kishte dëgjuar se Kiara kishte humbur vërtet të gjitha privilegjet financiare, se po jetonte në një apartament të vogël me qira dhe po punonte në një punë të zakonshme. Kishte thashë theme se po luftonte për t'u përshtatur me realitetin që shumica e njerëzve e konsideronin normal, por përballej me vështirësi sepse kur nuk kishte mësuar aftësi bazë mbi jetese. A tha ajo për çfarë bëhej fjalë? Pyeti Roza. Nuk specifikoi. Thjesht tha se duhej të fliste me ty personalisht. Duket se. Pietri ndaloi duke kërkuar fjalët e duhura, ndryshe. Më e përulur. Roza pohoi ngadalë. Një pjesë e saj ndjente kureshtje se si Kiara po përballonte realitetin e saj të ri. Një pjesë tjetër, më e vogël por ende e pranishme, ndjente një piçkim ankthi kur mendonte të rivivonte ato momente poshtërimi. Mirë, tha më në fund. Do të flas me të. Dhoma e pritjes ishte një ambient formal por mikpritës, i dekoruar me mobilje klasike dhe lule të freskëta. Kur Roza hyri, fillimisht nuk e njohu figurën e ulur pranë dritares. Kiara ishte e panjohur. Rrobat e saj, megjithse të pastra dhe të rregullta, ishin qartësisht të llojit që gjenden në dyqanet popullore, të thjeshta, praktike, pa asnjë shenjë luksi. Flokët e saj, më parë gjithmonë të stiluar në mënyrë perfekte, ishin kapur në një bisht të thjeshtë kali. Nuk mbante bijuteri dhe makijazhi i saj ishte minimal. Por ndryshimi më i dukshëm ishte në sytë e saj, aty kishte një cenueshmëri që Roza kur nuk e kishte parë më parë. Kur Kiara e patë të hynte, u ngrit shpejt, duart e saj duke rregulluar nervozisht fundin e thjesht që kishte veshur. Roza, tha, zëri i saj shumë më i ulët dhe më hezitues se sa Roza e mbante mend. Faleminderit që pranuat të më takoni. Roza mbeti pranë derës duke vëzhguar Kiarën me kujdes. Pietri tha se doni të flisnit me mua. Po. Kiara mori frym thellë, qartësisht duke mbledhur guxim. Doja duhet të kërkoj ndjes. Për atë që bëra me ty, për atë që isha. Fjalët rinë në ajër mes tyre. Roza studioi fytyrën e Kiarës duke kërkuar shenja sinqeriteti apo manipulimi. Ajo që pa e habiti, kishte pendim të vërtet aty, i përzier me diçka që dukej shumë si turp. E di që fjalët nuk mund ta zhbëjnë atë që bëra, vazhdoi Kiara, duart e saj duke u dridhur paksa. E di që isha mizore. Pa arsye. Ti nuk e meritove atë. Roza ecte ngadalë drejt qendrës së dhomës, duke mbajtur një distancë respektuese. Çfarë ndryshoi, Kiara? Pse je këtu tani? Kiara qeshi hidhur. Gjithçka ndryshoi. Absolutisht gjithçka. Ajo tregoi me gjest rrobat e saj të thjeshta. Kjo nuk është vetëm pamje. Unë vërtet po punoj tani. Në një dyqan rrobash në qendër. Duke shërbyer klientët, duke organizuar stokun, duke pastruar kabinat e provës. Roza pohoi me kokë, por mbeti në heshtje, duke i lejuar Kiarës të vazhdonte. Në fillim isha e tërbuar, pranoi Kiara. E tërbuar me gjyshin tim, me ty, me të gjithë. Mendoja se ishte e padrejtë, se po ndëshkohesha në mënyrë disproporcionale për një moment për një vendim të gabuar. Dhe tani?
Tani e kuptoj se nuk ishte një moment i një vendimi të gabuar. Ishte ajo që isha vërtet. Dhe personi që isha ishte e tmerrshme. Lotët filluan t'i formoheshin në sytë e Kiarës. Mu deshën muaj që ta kuptoja këtë. Muaj duke punuar pranë njerëzve që kur nuk kishin pasur privilegje, që punojnë shumë çdo ditë vetëm për të mbijetuar, për të kuptuar sa e shtrembëruar ishte vizioni im për botën. Rosa ndjeu një piçkim të diçkaje që mund të ishte dhe mbëshuri. Duhet të ketë qenë e vështirë. Ishte, konfirmoi Kiara. Por e nevojshme. Për herë të parë në jetën time, mu desh të shikoja veten në pasqyrë vërtet. Dhe ajo që pash më neveriti. Kiara shkoi te dritarja, duke vëzhguar kopshtet ku ishte rritur e rrethuar nga luksi dhe privilegji. E di çfarë më impresionon më shumë për atë ditë, pyeti, pa u kthyer. Nuk ishte mënyra si gjyshi im më ndëshkoi, megjithse ishte shkatërruese. Ishte mënyra si ti reaguat. Ose më mirë, si nuk reaguat. Rosa rudhi vetullat. Si ashtu. Ti mund të kishe bërtitur, qarë, më kishe sulmuar. Çdo person normal do ta kishte bërë këtë. Por ti qëndroje aty, me atë dinjitet të heshtur që unë nuk mund ta kuptoja në atë kohë. Kiara u kthye nga Rosa. Tani e kuptoj. Ti kishe diçka që unë kur nuk e kam pasur, respekt të vërtet për veten. Jo bazuar në atë që zotëroje ose nga vinte, por në atë që ishe vërtet brenda. Fjalët e prekën Rozën në një mënyrë të papritur. Për muaj me radhë, ajo her pas here kishte rivivuar atë moment poshtërimi, duke pyetur veten nëse kishte reaguar sakt, nëse duhej të kishte mbrojtur veten më aktivisht. Kisha frikë, pranoi Rosa. Frikë se mos humbja punën, se mos zhgënjeja nënën time, se mos shkatëroja shansin ton të vetëm për të përmirësuar situatën tonë. Por edhe me frikë, ti ruajte dinjitetin tënd, tha Kiara. Kjo kërkon një forcë të brendshme që unë nuk e posedoja. Që ndoshta ende nuk e posedoj plotësisht, por që po përpiqem ta zhvilloj. Ato mbeten në heshtje për disa momente, secila duke përpunuar fjalët që ishin thënë. Si është nëna jote? Pyeti Kiara më në fund. Shumë më mirë. Trajtimet që gjyshi juaj siguroi ishin transformuese. Rosa hezitoi, pastaj vendosi të ishte e sinqertë. Ajo po punon më pak orë tani, mund të pushoj siç duhet. Dhe unë arrita të kthehem në studime. Më vjen mirë ta dëgjoj këtë, tha Kiara, dhe Rosa vuri re se ajo ishte e sinqertë. Ti gjithmonë e meritove këtë mundësi. Po ti? Si po përshtatesh? Kiara bëri një buzëqeshje të trishtuar. Është e vështirë. Shumë më e vështirë se sa e kisha imagjinuar. Jo vetëm financiarisht, por edhe emocionalisht. Të kuptosh sa sipërfaqësore dhe e zbrazët isha është shkatëruese. Ajo ndaloi, pastaj vazhdoi, por është edhe çliruese në një mënyrë të çuditshme. Për herë të parë në jetën time, njerëzit më njohin për atë që bëj, jo për mbiemrin tim apo llogarinë bankare. Dhe disa prej tyre vërtet më pëlqejnë, personin që po përpiqem të bëhem. Rosa vëzhgoi Kiarën me vëmendje. Kishte diçka vërtet ndryshe tek ajo, një përulësi që nuk ekzistonte më parë, një ndërgjegjësim për gabimet e saj që ishte si i dhimbshëm ashtu edhe i nevojshëm. Pse erdhe vërtet këtu sot? Pyeti Rosa. Kiara u ul përsëri, duart e saj të kryqëzuara në preherin e saj. Sepse nuk mund të vazhdoj pa e bërë këtë siç duhet. Pa njohur atë që bëra dhe pa u përpjekur në një farë mënyre të kompensoj. Ti nuk mund ta kompensosh atë që ndodhi, tha Rosa qetësisht. Nuk mund ta zhbësh. E di. Por mund të mësoj nga kjo. Mund të sigurohem që kur më nuk do të trajtoj askënd në atë mënyrë. Dhe mund ta përdor përvojën time për të ndihmuar njerëz të tjerë të kuptojnë atë që unë tani e kuptoj. Rosa i shqyrtoi fjalët e Kiarës. Aty kishte sinqeritet, por gjithashtu kishte një rrugë të gjatë përpara për shpërblimin e vërtetë. Ngadalë, Rosa shkoi te tavolina në qendër të dhomës dhe mori një nga kartat e vizitës në një mbajtës elegant kartash. Shkroi diçka në anën e pasme dhe ia dha Kiarës. Kjo është adresa e një organizate që unë vizitoj përmes punës sime me gjyshin tuaj, tha. Ata gjithmonë kanë nevojë për vullnetar për të ndihmuar familjet në nevojë. Nëse vërtet dëshironi të bëni një ndryshim, ndoshta mund të filloni aty. Kiara mori kartën dhe lexoi atë që Rosa kishte shkruar. Ishte adresa e një qendre komunitare, e shoqëruar me një frazë të thjeshtë: respekti nuk blihet, ndërtohet.
Faleminderit, tha Kiara, zëri i saj i mbytur. Do të shkoj atje. Rosa pohoi me kokë dhe filloi të drejtohej drejt derës. Kur arriti te dera, u kthye për herë të fundit. Kiara, tha, shpresoj që të gjesh atë që po kërkon. Të gjithë meritojnë një shans të dytë për të bërë personi që vërtet duan të jenë. Dhe me këto fjalë, Rosa doli nga dhoma, duke e lënë Kiarën vetëm me mendimet e saj dhe kartën që përfaqësonte një mundësi shpërblimi të vërtetë. Muaj më vonë, kur Rosa më në fund kaloi provimin e pranimit për infermieri me vendin e parë, kur filloi studimet universitare me një bursë të plotë të garantuar, ajo her pas here kujtonte atë takim. Kishte dëgjuar përmes punonjësve të vilës se Kiara vërtet ishte bërë vullnetare në qendrën komunitare, se po ndërtonte ngadalë një version të ri të vetes bazuar në kontribut në vend të konsumit. Rosa mësoi se fitoria e vërtet nuk ishte në poshtërimin e atij që e kishte poshtëruar, por në ngritjen mbi situatën me dinjitet. Hakmarrja më e ëmbël ishte të jetoje mirë, të arrije ëndrat e tua dhe të përdorje përvojën tënde për të ndihmuar të tjerët të gjenin rrugën e tyre. Kur më në fund u diplomua si infermiere, Rosa i kushtoi karrierën e saj kujdesit ndaj atyre që kishin më shumë nevojë, gjithmonë duke kujtuar se fisnikëria e vërtet nuk vjen nga djepi, por nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. 3 javë më vonë, Rosa u zgjua me zemrën që i rrite fort. Ishte dita e provimit të pranimit për infermieri, momenti që do të përcaktonte nëse të gjitha ëndrat që kishte guxuar të ëndërronte muajt e fundit do të bëheshin realitet. Ankthi që ndjente ishte i ndryshëm nga nervozizmi i asaj dite të parë në vilë, ishte tensioni i shëndetshëm i dikujt që ishte përgatitur me kujdes dhe tani duhej vetëm të besonte në veten e saj. Ana ishte zgjuar edhe më herët për të përgatitur mëngjesin e preferuar të Rosës. Nëna dhe vajza u ulën në tryezën e vogël të kuzhinës në një heshtje të ngarkuar me kuptim. Nuk kishin nevojë për fjalë për të shprehur atë që ai moment përfaqësonte për të dyja. Pavarësisht rezultatit, tha Ana më në fund, duke mbajtur duart e vajzës, jam tashmë më krenare për ty se sa mund të shprehin fjalët. Gruaja që u bëre, forca që tregove, dinjiteti që ruajte, kjo vlen më shumë se çdo diplom. Rosa pohoi me kokë, duke ndier lotët t'i formoheshin në sy. Gjithçka që arrita ishte për ty, nën. Për të dyja ne. Në vilën Aliu, Viktor gjithashtu ishte zgjuar herët, por jo nga nervozizmi. Ai ishte jetur të dinte rezultatin, jo sepse dyshonte në aftësitë e Rozës, por sepse donte të shihte lumturinë në fytyrën e saj kur ajo të zbulonte se kishte fituar vendin e saj në universitet. Muajt e fundit, vëzhgimi i transformimit të Rozës kishte qenë një nga përvojat më shpërblyese të jetës së tij. Të shihte si ajo kishte thithur një uri, si kishte rritur besimin pa humbur për ulsin, si ishte bërë një urë natyrore midis botëve të ndryshme përmes punës së saj me projektet sociale. Pietri u shfaq në derën e zyrës. Zotëri, Roza ka ardhur. Është gati të niset për në universitet. Le ta futet para se të niset, tha Viktor. Kur Roza hyri në zyrë, Viktor vuri re se ajo rezatonte një siguri të qetë që kontrastonte ndjeshëm me vajzën nervoze që kishte njohur muaj më parë. Ajo kishte veshur rroba të thjeshta por elegante, flokët e saj ishin rregulluar në mënyrë praktike dhe sytë e saj shkëlqenin me vendosmëri. Si ndihesh? Pyeti Viktor. E përgatitur, u përgjigj Roza pa hezitim. Fal jush, zotëri. Jo, korrigjoi Viktor butësisht. Fal teje. Unë thjesht ofrova mundësin. Ti bëre të gjithë punën. Ai u ngrit dhe shkoi te rafti, duke nxjerrë një pako të vogël. Dua që ta marrësh këtë me vete sot. Jo si hajmali fati, ti nuk ke nevojë për fat, por si kujtesë se gjithmonë do të kesh mbështetjen time. Roza hapi me kujdes paketën, duke zbuluar një stilolaps elegant argjendi me inicialet e saj të gdhendura. Është i bukur, zotëri. Faleminderit. Përdore atë për të firmosur emrin tënd në faqen e parë të provimit. Dhe mbaj mend, ti i përket asaj salle provimi po aq sa çdo kandidat tjetër. Në anën tjetër të qytetit, Kiara po organizonte donacione në qendrën komunitare ku kishte filluar të punonte si vullnetare. Muajt e fundit, ajo kishte zbuluar diçka që kur nuk e kishte ditur se ekzistonte, kënaqësinë e thellë që vinte nga ndihma ndaj njerëzve të tjerë pa pritur asgjë në këmbim. Koordinatorja e qendrës, një zonjë e quajtur Anjeza, ishte bërë një lloj mentoreje për Kiarën. Ishte Anjeza ajo që i kishte mësuar asaj se realizimi i vërtet nuk vinte nga të pasurit, por nga të dhënit. Sot është provimi i pranimit i Rozës, apo jo? Pyeti Anjeza ndërsa organizonin rroba të dhuruara.
Kiara pohoi me kokë. Që nga ribashkimi në vil, ajo kishte menduar shpesh për Rozën. Jo me zili apo hidhërim, por me diçka afër admirimit. Roza kishte arritur diçka që Kiara tani e kuptonte se ishte shumë më e vlefshme se parat, ajo kishte ndërtuar dinjitetin e saj. Shpresoj që ajo të kaloj, tha Kiara sinqerisht. Ajo meriton të gjitha mundësitë që mund të ketë. Në kampus të universitetit, Roza ecte nëpër korridoret që shpejt shpresonte t'i quante të sajat. Provimi ishte sfidues, por ajo ndihej e sigurt me pothuajse të gjitha pyetjet. Muaj studimi intensiv kishin dhënë fryte. Kur dorëzoi provimin duke përdorur stilolapsin që Viktori i kishte dhënë, ndiu një ndjenjë përfundimi që kur më parë nuk e kishte përjetuar. 2 javë më vonë, rezultatet u shpallën. Roza po punonte në zyrën e Viktorit duke përgatitur një raport mbi një çerdhe të re që kompania po financonte, kur Pietri u shfaq me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Roza, tha ai, duke u përpjekur të përmbahej nga një buzëqeshje, ke një telefonat. Nga universiteti. Zemra e Rozës ndaloi për një moment. Me duar që i dridheshin paksa, ajo ju përgjigj telefonin. Roza. Këtu është nga koordinimi i kursit të infermierisë. Do të donim t'ju informonim se jeni pranuar me vendin e parë në provimin e pranimit. Fjalët i jehoj në mendje si muzikë. Vendi i parë. Jo vetëm e pranuar, por në vendin e parë midis qindra kandidatëve. Faleminderit, arriti të murmuriste, shumë faleminderit. Kur mbylli telefonin, Viktor po e vëzhgonte me një buzëqeshje rrezatuese. Vendi i parë, tha ai, dhe nuk ishte një pyetje. Roza pohoi me kokë, ende duke përpunuar informacionin. Viktor u ngrit dhe, për habin e saj, e përqafoi si baba. Urime, Roza. Ti nderove jo vetëm veten, por të gjithë ata që besuan në ty. Lajmi u përhap shpejt në përvil. Ana u thirr dhe erdhi me vrap, lot gëzimi i rridhnin në fytyrë. Nëna dhe vajza u përqafuan në zyrën e Viktorit, të dyja duke e ditur se ai moment shënonte fundin e një lufte dhe fillimin e një jete të re. Pietri organizoi një festë të vogël jo formale në vil atë mbrëmje. Jo diçka madhështore, por një njohje e vërtet e një arritjeje të jashtëzakonshme. Disa punonjës të shtëpisë, të cilët kishin ndjekur udhëtimin e Rozës, morën pjesë në festën modeste. Gjatë festës, Roza e gjeti veten duke menduar për të gjithë njerëzit që e kishin bërë të mundur atë moment. Ana, e cila kishte sakrifikuar kaq shumë për të. Viktor, i cili kishte parë potencial ku të tjerët shihnin vetëm një punonjëse. Edhe Kiara, e cila pa dashje kishte krijuar rrethanat që çuan në atë transformim. Në qendrën komunitare, Anjeza i tregoi Kiarës për suksesin e Rozës. Kiara ndaloi atë që po bënte dhe mbeti në heshtje për një kohë të gjatë. Vendi i parë, përsëriti ajo më në fund. Kjo është e pabesueshme. Ti e njeh personalisht, apo jo, pyeti Anjeza. Kiara hezitoi para se të përgjigjej. E kam takuar një herë. Fatkeqësisht jo në mënyrën më të mirë. Do të dërgosh urime? Kiara e konsideroi sugjerimin. Një pjesë e saj donte të dërgonte një mesazh të njihte publikisht suksesin e Rozës. Por një pjesë tjetër, më e mençur, kuptonte se ndonjëherë mënyra më e mirë për të nderuar dikë është t'i lejosh të shkëlqejnë pa ndërhyrje. Mendoj se suksesi i saj flet vetë, tha më në fund. Nuk ka nevojë për njohjen time. Ishte një përgjigje e pjekur që tregonte sa shumë kishte ndryshuar Kiara. Ajo kishte mësuar se jo gjithçka në jetë duhej të ishte rreth saj. Viktor kaloi ditët në vijim duke bërë rregullime për fakultetin e Rozës. Përveç mbulimit të gjitha shpenzimeve, ai organizoi një orar pune fleksibël që do t'i lejonte asaj të vazhdonte si asistentja e tij speciale ndërsa studionte infermierin. Ishte një marrëveshje që përfitonte të dyja palët. Roza do të fitonte përvojë të vlefshme dhe të ardhura të qëndrueshme, ndërsa Viktor do të mbante perspektivën e saj unike në projektet sociale të kompanisë. Në javën e parë të mësimit, Roza ecte nëpër kampus me një ndjenjë përkatësie që kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Kolegët e saj vinin nga prejardhje të ndryshme, por ajo nuk ndihej inferiore ndaj asnjërit prej tyre. Përvoja e muajve të fundit i kishte mësuar se vlera personale nuk përcaktohej nga origjina, por nga karakteri dhe vendosmëria. Gjatë një pushimi mes orëve, Roza mori një mesazh me tekst nga një numër i panjohur: "Mësova për suksesin tënd në provimin e pranimit. Urime. Ti ke frymëzuar më shumë njerëz se sa imagjinon."
Një shoqe. Roza studioi mesazhin duke dyshuar se kush mund të ishte, por nuk u përgjigj. Disa ura ishin më mirë të liheshin në të kaluarën, të nderuara përmes rritjes personale në vend të fjalëve. Muaj kaluan. Roza shkëlqeu në studimet e saj, po aq sa kishte shkëlqyer në provimin e pranimit. Profesorët e saj vënë re jo vetëm inteligjencën e saj, por edhe ndjeshmërinë e saj natyrale dhe aftësinë e saj për të lidhur me pacientët gjatë praktikave. Ana vazhdoi të punonte në vil, por tani me një lehtësi në zemër që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ta dinte se Roza ishte e sigurt se kishte një të ardhme të ndritur përpara, kishte shëruar plagë emocionale që ajo as nuk e dinte se i mbante. Viktor merrte shpesh përditësime mbi progresin e Rozës në fakultet. Çdo notë e lartë, çdo lavdërim nga profesori, çdo reagim pozitiv nga praktika ishte për të një konfirmim se kishte bërë zgjedhjen e duhur duke investuar në të. Por më shumë se kaq, ishte një vërtetim i besimit të tij se të gjithë meritojnë një mundësi për të treguar potencialin e tyre të vërtetë. Kiara vazhdoi punën e saj në qendrën komunitare, duke u punësuar përfundimisht si koordinatore asistente. Ajo kishte gjetur qëllim në ndihmën ndaj familjeve në nevojë për të pasur akses në burime që ajo më parë as nuk e dinte se ekzistonin. Transformimi i saj ishte i ngadalshëm por i vërtet, i ndërtuar ditë pas dite përmes veprimeve të vogla shërbimi dhe dëmshurie. Një ditë, pothuajse një vit pas provimit të pranimit, Viktor po shqyrtonte raporte në zyrën e tij kur Pietri u shfaq me një dosje. Zotëri, ky është raporti vjetor i projekteve tona sociale. Roza përgatiti analizën e ndikimit. Viktor hapi raportin dhe buzëqeshi kur pa cilësinë e jashtëzakonshme të punës. Roza kishte dokumentuar jo vetëm numra dhe statistika, por histori njerëzore. Çdo projekt ishte prezantuar përmes jetëve që kishte prekur, ëndrave që kishte bërë të mundur. Në faqen e fundit, Roza kishte përfshirë një shënim personal. Zotëri Viktor, ky raport përfaqëson më shumë se të dhëna mbi projektet tona. Ai përfaqëson provën se investimi në potencialin njerëzor gjithmonë gjeneron kthime eksponenciale. Çdo fëmijë që tani ka akses në edukim, çdo familje që mori kujdes mjekësor, çdo i ri që mori një mundësi pune, të gjithë ata janë reflektimi të njëjtës filozofi që Zotëri aplikoi me mua. Të besosh se të gjithë kanë vlerë dhe potencial për të rritur. Shpresoj që kjo punë të nderoj besimin që më keni dhënë dhe të frymëzoj investime të reja në më shumë njerëz që kanë nevojë vetëm për një shans për të shkëlqyer. Me mirënjohje të përjetshme, Roza. Viktor mbylli raportin dhe mbeti në heshtje për një kohë të gjatë. Rrallë në jetën e tij të biznesit kishte bërë një investim që të sillte një kthim kaq të kënaqshëm. Jo kthim financiar, por diçka shumë më e vlefshme, konfirmimi se mirësia dhe mundësia, kur ofrohen sinqerisht, shumëzohen në mënyrë eksponenciale. Atë pasdite, Roza po dilte nga universiteti pas një dite veçanërisht të kënaqshme praktike në pediatri, kur pa një figurë të njohur duke ecur drejt stacionit të autobusit. Ishte Kiara, qartësisht duke u kthyer nga puna, duke mbajtur një çantë të thjeshtë dhe duke veshur rroba praktike. Për një moment, të dyja u shikuan në distancë. Nuk pati përballje, nuk pati fjalë. Vetëm një njohje e ndërsjellë e dy njerëzve, rrugët e të cilëve ishin kryqëzuar në një mënyrë transformuese. Kiara bëri një shenjë të lehtë, një gjest i vogël por i ngarkuar me kuptim. Roza ia ktheu shenjën. Nuk ishte pajtim, disa plagë nuk kanë nevojë për pajtim, vetëm për mirëkuptim dhe rritje të ndërsjellë. Të dyja ndoqën rrugët e tyre në drejtime të ndryshme, secila duke mbajtur mësimet që kishin mësuar për dinjitetin, pasojat dhe mundësinë e transformimit. Roza hipi në autobusin që do ta çonte përsëri në vil, ku ende punonte disa pasdite në javë. Ajo shikoi nga dritarja dhe pa qytetin që kalonte, i njëjti qytet ku ishte rritur, por që tani e shihte me sy krejtësisht të ndryshëm. Nuk ishte më një vend kufizimesh, por një vend mundësish të pafundme. Kur arriti në vil, gjeti anën duke rregulluar lule në hollin kryesor. Të dyja u përqafuan, siç bënin çdo ditë, një ritual i thjeshtë që festonte jo vetëm dashurinë e tyre të ndërsjellë, por edhe udhëtimin e jashtëzakonshëm që kishin përfunduar së bashku. Si ishte praktika sot, pyeti Ana. E mrekullueshme, u përgjigj Roza. Çdo ditë bindem më shumë se kam zgjedhur profesionin e duhur. Ana buzëqeshi, duke parë te vajza e saj jo vetëm të renë e vendosur që kishte rritur, por profesionisten kompetente dhe personin e dhëmshur që Roza ishte bërë. Atë natë, Viktor darkoi vetëm në dhomën e tij private të ngrënies, siç ishte zakoni i tij. Por nuk ndihej vetëm.
Shtëpia ishte plot me një energji tjetër tani, energjia e njerëzve që kishin gjetur qëllimet e tyre, që po ndërtonin diçka domethënëse me jetën e tyre. Ai mendoi për Rozën, duke studiuar në atë moment për provimet e saj përfundimtare të vitit të parë. Mendoi për Anën, buzëqeshja e së cilës ishte bërë më e shpesh dhe më e sinqertë. Mendoi edhe për Kiarën, e cila po mësonte ngadalë të ndërtonte një jetë bazuar në kontribut në vend të konsumit. Kishte diçka thellësisht të kënaqshme në dijenin se veprimet e tij atë ditë fatale, muaj më parë, kishin gjeneruar valë ndryshimi pozitiv që vazhdonin të përhapeshin. Kur po përgatitej të flinte atë natë, Viktor hapi sirtarin e tavolinës së tij dhe nxori një fotografi që e mbante aty. Ishte një fotografi e Rozës në ditën kur kishte marrë rezultatet e provimit të pranimit, duke buzëqeshur rrezatueshëm pranë Anës. Ai kishte kërkuar Pietrit të bënte fotografinë, duke dashur të ruante atë moment gëzimi të pastër. Duke parë imazhin, Viktor kujtoi fjalët që i kishte thënë Rozës muaj më parë, se shpresonte që ajo një ditë t'ia kalonte të njëjtën mundësi që kishte marrë. Ai nuk kishte dyshim se kjo do të ndodhte. Njerëzit si Roza nuk i mbajnë bekimet për veten e tyre, ata i shumëzojnë dhe i ndajnë. Mëngjesin tjetër, Roza u zgjua herët për të studiuar para mësimit. Ndërsa rishikonte librat e saj të anatomisë, ajo kujtoi atë mëngjes, pothuajse një vit më parë, kur ishte zgjuar nervoze për ditën e saj të parë të punës në vil. Diferenca midis asaj Roze dhe Rozës së sotme ishte astronomike, por jo vetëm në aspektin e mundësive apo njohurive. Diferenca më e madhe ishte në mënyrën si ajo shihte veten. Atë ditë, ajo kishte qenë një vajzë e re e plot shpresë, por e pasigurt, duke pyetur veten nëse vërtet i përkiste atij ambienti. Sot, ajo e dinte se i përkiste çdo vendi ku zgjidhte të ishte, sepse kishte mësuar se përkatësia nuk është diçka që të tjerët na japin, është diçka që ne e ndërtojmë përmes dinjitetit dhe kompetencës sonë. Në orën 6 të mëngjesit, Ana i solli kafe Rozës, siç bënte çdo mëngjes. Ato u ulën së bashku në tryezën e vogël të kuzhinës, duke ndarë jo vetëm kafen, por edhe kënaqësinë e heshtur të dijes se kishin fituar. Nuk kishin fituar ndaj njerëzve të tjerë, por kishin fituar ndaj rrethanave. Kishin transformuar kufizimin në mundësi, vështirësinë në forcë. Nën, tha Roza ndërsa po përgatitej të dilte, faleminderit. Pse, vajza ime? Për të më mësuar se dinjiteti nuk mund të na merret. Për të më treguar se puna e ndershme gjithmonë ka vlerë. Për të besuar në mua edhe kur unë nuk besoja në veten time. Ana i puthi ballin vajzës së saj, siç bënte që kur Roza ishte e vogël. Ti gjithmonë i ke pasur të gjitha këto brenda teje. Unë thjesht të ndihmova të mos i harrosh. Roza doli nga shtëpia atë mëngjes me sigurinë se, pavarësisht sfidave që do të përballej ende në jetë, ajo kishte mjetet për t'i kapërcyer ato. Më e rëndësishmja, ajo e dinte se do t'i përdorte arritjet e saj jo vetëm për përfitimin e saj, por për të ndihmuar njerëzit e tjerë të gjenin rrugën e tyre drejt dinjitetit dhe realizimit. Mësimi më i fuqishëm që kishte mësuar nuk vinte nga librat shkollor apo leksionet formale. Vinte nga përvoja e jetuar, se përgjigjja jonë ndaj vështirësisë përcakton se kush bëhemi. Se mund të zgjedhim të bëhemi të hidhur ose të dhembshur, të mundur ose të vendosur, viktima ose fitimtar. Roza kishte zgjedhur fitoren e heshtur të dinjitetit. Dhe kjo zgjedhje kishte transformuar jo vetëm jetën e saj, por edhe jetët e të gjithë atyre rreth saj, duke krijuar valë ndryshimi pozitiv që do të vazhdonin të përhapeshin shumë përtej asaj që ajo mund të imagjinonte. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Rozës dhe transformimi i Kiarës t'ju kenë prekur zemrat. Kjo histori na kujton se dinjiteti nuk mund të na merret nga të tjerët, është diçka që e mbajmë brenda vetes. Nëse kjo narrativ ju ka frymëzuar, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori që eksplorojnë forcën e karakterit njerëzor. Lini një pëlqim nëse Roza dhe vendosmëria e saj ju emocionuan, dhe ndani në komente përvojat tuaja se si keni ruajtur dinjitetin në momente të vështira. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që festojnë aftësinë për transformim dhe rritje që ekziston brenda secilit prej nesh. Deri në historinë tjetër frymëzuese.